Mirë se keni ardhur në këtë takim të veçantë. Sot është një ditë e bukur për kampusin tonë. Pasi midisnesh kemi një piktor të talentuar, piktorin Gjovalin Paci, i cili në kuadër të 100 vjetorit të shpalljes pavarësisë, na vjen midisnesh me një ekspozit me një titull shumë signifikativ, 100 peizazhe nga 100 qytete për 100 vjetor. Për të thënë fjalën e mirëseardhjes, ja lem fjalën rektorit të Shkollës së Lartë Universitare Vitrina, zotit Mario Kedhi. Faleminderit. Përshëndetje dhe mirëseardhje. Në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, sot kemi nderin dhe kënaqësinë e veçantë për të hapur ekspozitën me piktura të piktorit të shquar të vendit tonë, zotit Gjovalin Paci. Kjo ekspozit mban emrin 100 peizazhe nga vendet e ndryshme të vendit tonë. Piktori Gjovalin Paci është një mik i shquar i Shkollës Lartë Private Vitrina. Ai ka qelur tek ne disa ekspozita në gjithë këto vite cilët ne jemi këto. Kohët e fundit juve mund ta keni parë dhe në televizor, ky piktor ka qelur ekspozitën me rastin e 100 vjetorit, ekspozitën me 100 portrete të ndryshme të Ismail Qemalit. Ekspozitë që ne vizitoj dhe shfaqi mendimet, opinionin më vlerësues për këtë piktor dhe vetë kryeministri i Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Kam nderin dhe kënaqësinë që piktorit Gjovalin Paci t'i uroj suksese edhe më të mëdha dhe ta kemi gjithmonë e më tepër pranë shkollës tonë të lartë private. Ne kemi shumë që mësojmë nga ky piktor. Ju faleminderit. Dy fjalë edhe nga profesor Sazan Guri, të cilin e kemi të pranishëm. Atëherë të nderuar studentë, edhe unë ndihem i lumtur në këtë ceremoni sa e shkutur, po aq kuptimplote, sepse piktorët si Gjovalini janë ata njerëz ose pjesë e shoqërisë që na çojnë 30 vjet përpara. Tjetër, na japin atë që quhet perceptim. Çfarë? Që na vjen natyra pranë. Nëse fotografi me një shkrepje na jep një natyrë të caktuar, piktori me një piktur na e bën mjedisin si ta respektojmë, si ta duam, po dhe të jemi pjesë e saj. Prandaj falenderojmë piktorin Gjovalin, i cili na sjell mjedisin, natyrën, respektin, dashurinë për të ta kemi dhe këtu kur jemi në dukesi, kur jemi larg natyrës. Pra, faleminderit dhe të urojmë sukses. Atëherë tani ja lem fjalën vet piktorit për të shprehur emocionet e punëve të tij, me të cilën ka shpalosur artin e vet, talentin e vet, si dhuratë për këtë 100 vjetor. Fjala për ju. Atëherë, ju falenderoj gjithëve. U thanë shumë fjalë tu, ku t'ju mbet pak për të thanë. Ideja e ekspozitit ishte një shëtitje artistike për qytetet e Shqipërisë kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë. Ishte kënaqësi dhe ishte disa herë kënaqësi, sepse unë këto peizazhe nuk e kam ekspozuar, ekspozohen për herën e parë këtu tek ju. Por mund të jetë një ekspozitë që mund të vizitin edhe në vende të tjera. Dhe gjithashtu do të falenderoj bashkëpunimin që kishim me bankën e ideve, më duket, nëse s'gaboj. Qenë shumë të afërt dhe në kohë rekord ngritëm këtë ekspozitë dhe sot ju mund të shihoni aq sa ju pëlqen gjithsecili ku gjendet veten ose në formën e tij personale. Ju falenderoj gjithëve. Dhe suksese Universitetit Vitrina në 100 vjetorin e shpalljes pavarësisë. Faleminderit. Atëherë le të shijojmë emocionet që na ka sjell piktorit të derdhura në telajo me ngjyra të bukura, duke uruar edhe gëzuar nëpërmjet një koktejli të vogël. Faleminderit.
superstar, I thought I told ya. And this I do when I get to know ya. Be your roller coaster. You could be my supernova, my supernova. I just wanna get